Gazetari Ertan Hoxha ka deklaruar se krerët shqiptar të trafikut të drogës kanë futur tonelata me kokainë nga Amerika Latine për në Europë. Gazetari ka deklaruar se për shkak të trafikut të kokainës dhe konkurrencës mes grupeve kriminale në Shqipëri mblidheshin viktimat. Në Belgjik ishte porti i zbarkimit të kokainës, lufta niste atje dhe ne mblinim kufomat këtu. Kur lufta u shpërsua, janë një seri të vrarësh. Kemi parë atentate pedonale të Brukselit, veproi haptazi edhe në zonat më të populluara, tha ai. Hoxha ka deklaruar se Frank Çopja, një nga emrat më të njohur të botës së krimit, ka arritur të fuzë brenda një periudhe shumë të shkurtër në portin e Antwerpit në Belgjik një sasi prej 32 ton kokainë. Marrja nga Emiratet e Bashkuara e Frank Çopjas u quajt sukses shumë i madh nga belgët. Vetëm në 2023, nga 20 maj deri në 26 qershor, autoritetet belge pretendonin se një organizatë shqiptare që sipas tyre drejtohej nga Frank Çopja mori 3 ngarkesa nga porti i Antwerpit prej 32 ton kokainë dhe ai në atë kohë gjendej në Shqipëri, në kohën që unë e kam publikuar në media, tregoi Hoxha. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.